Ju ftojmë të ndiqni programin Moment Vendimtar me Dr. David Jeremiah. Ky program shpall fjalën e pandryshueshme të Perëndisë tek individët dhe familjet që jetojnë në një botë që ndryshon çdo ditë. Dr. David Jeremiah është themeluesi i shërbesës ndërkombëtare radiofonike dhe televizive Moment Vendimtar. Në 4 dekada të mësimit të fjalës së Perëndisë, Dr. Jeremiah ka shkruar shumë libra, ndër më të njohurit janë Çfarë po ndodh në botë, Armagedoni ekonomik që po vjen, Perëndia nuk të ka harruar. Të kuptojmë 66 librat e Biblës. Mësimi i shëndosh biblik është thelbi i shërbesës së Dr. David Jeremiah. Ndaj mos u misni asnjë nga programet e tij. Njerëzit më pyesin shpesh: "Pastor, çfarë po ndodh sot në botë? Cili është problemi më i madh me cilin përballemi?" Unë kam shumë përgjigje për këtë. Nuk e di nëse ndonjëra prej tyre është përgjigje e përsosur dhe përfundimtare. Por çdo përgjigje që jap duket se përmban një fjalë gjithëpërfshirëse dhe kjo fjalë është tension. Unë fillova të lexoja një pasazh të shkrimit nga Dhjata e Re, për të cilin do t'ju flas pas pak çastesh, dhe do t'ju them se çfarë kuptimi ka për mua. Por në fillim dua t'ju prezantoj duke ju treguar një histori. Peshku kërmill i detit në gropën Mariana jeton në shpellat më të thella të oqeanit. Aty ku presioni është 1000 herë më i madh se sa në sipërfaqe. Temperatura ku jeton ky peshk i vogël është afër ngrirjes dhe për shkak se është thellë, aty nuk ka as dritë. Perëndia e ka krijuar këtë peshk të vogël me madhsinë e dorës së njeriut për të lulëzuar në kushte ekstreme në fund të oqeanit. Si arrin që t'jetoj? Po ky peshk kërmill ka disa tipare të veçanta, për shembull, ka kafkë dhe kocka elastike. Prodhojnë disa kimikate të veçanta që e stabilizojnë gjendjen e tyre fizike, dhe presioni brenda tyre, duhet kuptoni, që Perëndia i ka krijuar që presioni brenda tyre të jetë më i madh se presioni jashtë tyre. Prandaj mund të jetojnë rehat në gjitha të presion që ushtrohet ndaj tyre, sepse kanë presion nga brenda. Por si mundemi ne që të krijojmë një presion shpirtëror brenda nesh që të jetë aq i madh sa të na bëjë të mundur të jetojmë në këtë botë me gjithë presionet që ushtrohen ndaj nesh? Është e magnitshme që Perëndia do të krijonte një peshk të tillë. Por i njëjti Perëndi që krijon një peshk të vogël si ky na ka krijuar dhe ne, në atë mënyrë që ne të mund të jetojmë nën presion. Ai kështu na ka ndërtuar. Dhe e kam veçuar këtë pasazh nga shkrimi dhe e kam trajtuar kaq shumë herë gjatë këtyre 6 muajve të fundit. Por çdo herë që unë kam bërë këtë, kam mësuar diçka të re. Dhe sot do të trajtojmë vetëm disa nga vargjet e para. Duke qenë se fuqia e tij hyjnore na dhuroi të gjitha gjërat që i takojnë jetës dhe perëndishmërisë, me anë të njohjes së Atij që na thirrri me lavdinë dhe virtytin e vet, me anë të cilave na u dhuruan premtimet e çmueshme dhe shumë të mëdha, që nëpërmjet tyre të bëheni pjesëtar të natyrës hyjnore, duke i shpëtuar prishjes që është në botë për shkak të lakmisë. Më dëgjoni pak. Sipas Pjetrit, i cili jetoi për krah Jezusit, mua dhe juve na është dhënë çdo gjë që na nevojitet për jetën dhe perëndishmërinë. Këtë na thot këtu. Jo vetëm disa gjëra që na nevojiten. Jo shumë nga gjërat që na nevojiten, as shumicën e gjërave që na nevojiten. Tregohet shumë i detajuar çdo gjë që ju nevojitet. Por cilat janë specifikisht këto burime? Çfarë na ka dhënë neve Perëndia? Së pari e fillon me mundësinë për të pasur fuqinë e tij. Pjetri na thot se ne mund të marrim fuqinë e Perëndisë. Ky është lajmi më i mirë që do të dëgjoni sot, zonja dhe zotrinj. Ju nuk keni pse ta bëni të vetëm këtë. Nuk keni pse të përballeni me presionin e jetës me forcat tuaja. Në fakt, nëse e bëni, keni për t'u dekurajuar shumë shpejt. Ajo që kemi vetë nuk mjafton për këto gjëra. A më dëshmon njëri për këtë? Shpesh herë këto gjëra me cilat përballemi janë përtej asaj që mund të përballojmë unë dhe ju me fuqinë tonë njerëzore. Kjo është arsyeja pse Pjetri e fillon këtë diskutim të shkurtër për ato që ju nevojiten, duke na prezantuar sërish me fuqinë e pabesueshme të Perëndisë. Ai thotë se fuqia e tij hyjnore na ka dhënë çdo gjë që na nevojitet. Prandaj po ju shpjegoj se çfarë do të thotë Pjetri me këtë, ç'nën kupton ai kur thotë se ne kemi fuqinë e Perëndisë. Së pari, është një fuqi e pakufizuar.
Duhet të them se fuqia e Perëndis mund të ndriçojë universin, të ndez yjet, t'i jap fuqi planetëve, të lëviz oqeanet në baticat e tyre dhe t'i jap jetë çdo krijesë në tokë, dhe duke i bërë të gjitha këto nuk humbet asnjë watt energjie. Nuk ekziston asnjë problem, nuk ekziston asnjë situatë në jetë për cilën fuqia madhështore e Perëndis të mos jetë e mjaftueshme. Nuk ka problem shumë të madh për fuqinë e Perëndis. Mendoni se jeni në mes një problemi të tillë sepse nuk e kuptoni fuqinë e Perëndis. Por Perëndia mund të bëjë jashtë mase më tepër nga sa kërkojmë ose mendojmë, dhe përmes fuqisë së tij, nuk kemi pse të jemi viktima, mund të jemi fitimtar. Fuqia e Perëndis është e pakufizuar, së dyti fuqia e tij është e çliruar. Kur ju keni Jezus Krishtin në jetën tuaj, kur ju bëheni krishterë, fuqia e Perëndis së plot fuqishëm ndizet në jetën tuaj, por për Perëndin çdo gjë është e mundur. Çdo gjë. Më kujtohet që kam menduar për këtë frazë të shkurtër çdo gjë. E gjejmë shpesh në Bibël, në vargje kyçe që i njohim si dhe ne dim se të gjitha gjërat bashkëveprojnë për të mirë, për ata që e duan Perëndin. Por ja se cili është vargu im i preferuar. Mendoj se ky varg ka më shumë fjalë në shkallën sipërore se çdo varg tjetër. Unë dua ta lexoj këtu dhe ta kuptoni se çfarë po them, dëgjoni pak. 2 Korintasve 9:8. Dhe Perëndia mund të bëjë që gjithë hiri të teproj për ju, aq sa mbasi të keni gjithë një mjaft në çdo gjë t'ju teproj për çfarëdo pune të mirë. Gjithë t'ju teproj çdo gjë të mirë. Perëndia na ka dhënë çdo gjë dhe më dëgjoni pak. Perëndia nuk na jep neve me pakic. Ai bën të gjitha të arritshme për ne. Tani e di që po qëndroni dhe mendoni, pse kjo fuqi nuk po funksionon në jetën time? Nëse Perëndia më ka dhënë gjithë këtë fuqi, çfarë problemi ka me mua? Pse nuk po jetoj këtë fuqi për të cilën po flet? Do të arrim pas pak edhe te kjo. Por më përpara, dua që të kuptoni diçka, ndërsa përpiqem ta kuptoj edhe këtë nga jeta ime. Se fuqia për të cilën kemi nevojë na është dhënë nga Perëndia i plot fuqishëm. A keni nevojë për gëzim, për një zemër të gëzuar? Këto vijnë nga Krishti. Kam parë njerëz që kanë kaluar disa nga gjërat më të tmerrshme në jetën e tyre, por për shkak të fuqisë së Perëndis në jetën e tyre, ata i kanë kaluar me një buzëqeshje në fytyrë. Biblia na thot se ne mund të bëjmë çdo gjë me anë të Krishtit që na forcon. Fuqia e Perëndis është e pakufizuar, është një fuqi e çliruar dhe fillon të veprojë në jetën tuaj që kur bëheni të krishterë. Ja dhe tipari fundit i fuqisë së Perëndis. Ajo është e hapur. Më dëgjoni pak. Me anë të njohjes së Atij që na thirrri me lavdinë dhe virtytin e vet. Me fjalë të tjera, fuqia e Perëndis vjen tek ne përmes marrëdhënies tonë me Jezus Krishtin. Kur ai vjen në jetën tonë, ai jeton brenda nesh. Dhe tani ju jeni të lidhur me Perëndin e plot fuqishëm, dhe ndërsa ju filloni të ndërtoni marrëdhënien tuaj me të, do ta shihni këtë fuqi të bëhet e gjallë. Prandaj gjëja e parë që Perëndia kërkon që t'ju jap është fuqia e tij. Por gjëja e dytë që vëmë re në pjesën e parë të 2 Pjetrit 1 është se ne kemi edhe premtimet e Perëndis. Prandaj dëgjoni ç'thot Pjetri. Ai thotë se ne kemi fuqinë hyjnore, dëgjoni pak, me anë të cilave na u dhuruan premtimet e çmueshme dhe shumë të mëdha. Tani dua t'ju jap një përshkrim të shkurtër për këtë. Kemi fuqinë e Perëndis, që është si një gjenerator i stërmadh. Kjo është fuqia e Perëndis. Dhe këtu ndodhem unë duke jetuar jetën time dhe nuk jam shumë i madh në krahasim me këtë. Por si mundet që unë, një njeri i vogël, të lidhem me këtë burim të madh energjie? Biblia është shumë e qartë për këtë, na thot kështu. Ne lidhemi me Perëndin si burimi ynë i energjisë, me anë të premtimeve të çmueshme dhe shumë të mëdha të këtij libri. Fuqia e Perëndis nuk është e arritshme larg shkrimit. Nëse doni që fuqia e Perëndis të punojë në jetën tuaj, mos e shpërfillni këtë libër. E dini, shumë të krishterë vinë dhe më tregojnë gjërat që po ndodhin në jetën e tyre. Dhe e dini çfarë, unë bëj vetëm disa pyetje shumë të thjeshta. A e lexon Biblën? E po, jo, unë nuk kam shumë kohë për të bërë këtë. E po e dini, nëse nuk e lexoni Biblën, mos u ankoni që nuk e keni fuqinë e Perëndis, sepse janë si ata telat elektrik që bëjnë lidhjen mes jush dhe Perëndis. Dhe janë këta tela që përçojnë fuqinë e Perëndis nga ai drejt jush. Dhe cilët janë këta tela? Janë premtimet e çmuara të Perëndis. Dhe do të flasim për këto pas disa çasteve. Pse Pietri i quan ato të çmueshme dhe shumë të mëdha? E po janë të mëdha për një arsye, thjesht sepse vijnë nga një Perëndi i madh. Na çojnë drejt një jete të mrekullueshme. Por këto premtime janë të mëdha edhe për të paktën 3 arsye shtesë. Do t'ju tregoj arsyet sepse janë të mëdha dhe pse duhet të përqendrohemi te kjo. E para, premtimet e Perëndis janë të pallogaritshme.
Asnjë nuk mund t'i numërojë plotësisht premtimet e Perëndis. Diku në çdo libër, në çdo kapitull, në të gjithë Biblën, kemi prova se ky është një libër i mbushur me premtime. Shikojeni, nuk është libër i trash, por nëse doni të dëgjoni fjalën e Perëndis në zemrën tuaj, nëse doni të dëgjoni ato që ka rezervuar për ju, nëse doni të dini ç'ju ka premtuar Perëndia, këto mund t'i gjeni vetëm në një vend mes kapakëve të këtij libri që quhet Bibël. Prandaj, një nga arsyet sepse do të doni të përfshiheshit me premtimet e Perëndis është se janë shumë. Ju mund të kaloni gjithë jetën dhe kur nuk do t'ja dilni deri në fund. Por ky është një projekt i mirë, ju ja rekomandoj ta bëni. Ja arsyeja e dytë pse këto premtime janë kaq të rëndësishme. Jo vetëm që janë të pallogaritshme, por janë dhe të pagabueshme. Premtimet e Perëndis janë të mëdha sepse ato janë gjithmonë të vërteta. Ja se çfarë na thot Bibla për premtimet e Perëndis te 2 Korintasve 1:20. Bibla thot: "Dëgjojeni pak këtë, sepse të gjitha premtimet e Perëndis janë atë po dhe në atë amen për lavdi të Perëndis nëpërmjet nesh." Ky është një varg i jashtëzakonshëm. Pra, Perëndi, ti na ke premtuar që kur nuk do të na lësh, kur nuk do të na braktisësh, por do bësh çdo gjë të bashkëveproj për të mirën tonë. Dhe Perëndia thot po, kurse ne themi amen. Pra, ne i duam premtimet e tij sepse ato janë të shumta, i duam premtimet e tij sepse ai nuk i shkel kurrë ato. Dhe së treti, ne i duam premtimet e tij sepse ato janë gjithmonë të arritshme për ne. Është një fjalë e shkurtër që Pjetrit i pëlqen ta përdorë. Në librin e tij ai e shkruan këtë fjalë më shumë se çdo autor tjetër. Është fjala të çmueshme. Nuk e përdorën në mënyrë romantike. Mendoni për gurë të çmuar, mendoni për metalet e çmuara, mendoni për arin. Mendoni për një çast për arin. Ari është një metal i çmuar. Është i çmuar sepse e ka krijuar Perëndia të tillë. Perëndia e groposi e thellë në tokë. Dhe atij i pëlqen kaq shumë sa një ditë ai do t'i shtrojë rrugët e Jeruzalemit të ri me të. Ekspertët thonë se ari ka disa veti të veçanta kimike. Së pari, ari nuk mund të shkatërrohet nga uji, nuk mund të shkatërrohet nga koha, nuk mund të shkatërrohet nga zjarri. Është i përthyeshëm, që do të thotë se zgjerohet pa u plasaritur, është i punueshëm, që do të thotë se zgjatet pa u thyer, është i rrallë. A e dini se sa i rrallë është ari? U habita kur e lexova këtë, por më dëgjoni pak. I gjithë ari që është nxjerrë ndonjëherë në të gjithë botën mund të futet në vetëm 2 pishina olimpike. Vërtet, është shumë ar, por në krahasim me pafundësinë e universit nuk duket edhe ai shumë, apo jo? Një nga arsyet sepse ari është kaq i çmuar është se nuk ka shumë ar. Nuk ka ndonjë sasi të stërmadhe ari dhe kjo e bën atë një metal të çmuar. Dhe ajo që Pjetri po thot këtu është se secili nga premtimet e Perëndis që ai na jep në fjalën e tij është i çmuar si ari. Me aq shumë vlerë sa vetëm njëri nga këto premtime mund t'ju bëj pafundësisht më të pasur se dikush që i zotron ato 2 pishinat olimpike me ar. Dhe unë e besoj këtë. Unë besoj se nëse ju kapeni fort pas një premtimi të duhur në një situatë të caktuar, kjo do të ndryshojë gjithçka në ju dhe në jetën tuaj. Prandaj zonja dhe zotrinj, nuk është e nevojshme që dalim t'i kërkojmë këto premtime. Ne i kemi në duar tona. Ne i vendosim me vete në kish çdo javë premtimet e paçmuara të Perëndis. Ne e vendosim pranë shtratit librin e këtyre premtimeve, pasi shkojmë të flem dhe i lexojmë në mëngjes, ndonjëherë i lexojmë edhe në mbrëmje. Dhe ndërsa e lexojmë këtë libër, i kuptojmë dhe i pranojmë dhuratat jetë ndryshuese që Perëndia na ka dhënë, dhe kur ne i kuptojmë këto gjëra, nuk na besohet që i kemi. Janë këtu, pikërisht këtë do Pjetri që ne të kuptojmë. Ne nuk kemi pse të presim për këto, nuk kemi pse të bëjmë asgjë për t'i pasur ato, nuk kemi pse të regjistrohemi diku, nuk ka ndonjë shkollë ku të shkojmë t'i mësojmë. Bibla na thotë se Perëndia na ka dhënë çdo gjë që na duhet përmes premtimeve të tij të mëdha dhe të çmuara. William Randolph Hearst ka qenë një botues i pasur gazetash në shekullin e 20 dhe ishte një koleksionues i madh arti. Një ditë ai dëgjoi një përshkrim për disa vepra të çmuara artistike. I mlodhi njerëzit e tij dhe u tha: "Duhet i kem menjëherë këto vepra arti, shkoni dhe gjejeni, nuk më intereson sa kushtojnë." Ai e urdhëroi agentin e tij që të shkonte kudo dhe t'i gjente ato vepra arti, sepse donte që t'i kishte në koleksionin e tij. Mund ta imagjinoni habin e tij kur mori një telegram nga agenti që i thoshte se ato vepra arti ishin në magazinën ku ai kishte vendosur koleksionin e tij privat. Pra, nëse William Hearst do të kishte krahasuar sendet me vlerë që ai donte me sendet e çmuara që ai tashmë i kishte, ai do të kishte zbuluar se pikërisht gjërat që ai dëshironte i kishte pasur. Dhe pikërisht më shumë nga të gjitha këtë gjë dua t'ju përçoj sot, miqtë mi. Nuk kemi pse të dalim t'i kërkojmë. A nuk ju duket interesante? Ne kemi këtë. Perëndia na e ka dhënë tashmë, është libri i tij i çmuar.
Dhe në vend që të shkojmë te ky libër i çmuar ku kemi premtimet nga Perëndia, sepse nëse e bëjmë këtë, ai do të na lidh me fuqinë e tij, ne vrapojmë nëpër seminare, dëgjojmë kaseta, lexojmë lloj-lloj librash ndihmës dhe asnjë nga këto nuk është e gabuar. Por nëse i bëjmë të gjitha këto dhe nuk lexojmë aty ku është ari i vërtet, ne po bëjmë rrëmuj jetën tonë dhe pastaj ne vrasim mendjen sepse gjërat nuk funksionojnë. Nuk kanë për të funksionuar nëse nuk ndjekim planin e Perëndis. Prandaj më lejoni t'ju inkurajoj që të mbani mend se ju e keni fuqinë e Perëndis. Ju është dhënë nga Perëndia i plot fuqishëm, i cili është vetë fuqia. Ju keni premtimet e çmuara të Perëndis. Perëndia ju ka dhënë librin e tij. Këto premtime janë si telat elektrik që ju lidhin me gjeneratorin e fuqisë madhështore të Perëndis. Nëse doni fuqinë e Perëndis, duhet qëndroni te ky libër. Nuk ekziston një krishter i fuqishëm pa qenë në këtë libër. Ky është sekreti për të gjithë këtë. Dhe e treta, ju e keni qëllimin e Perëndis. Çfarë po bën Perëndia në jetën tuaj? Pse i bën ai të gjitha këto? Pse Perëndia ju pajis me fuqinë e tij hyjnore përmes premtimeve të tij? Sepse ai kërkon që të bëjë diçka me jetën tuaj. Në mendjen e tij ai ka një qëllim për ju. Dëgjoni çfarë thot Pietri tek 2 Pietri 1:3 dhe 4. Duke qenë se fuqia e tij hyjnore na dhuroi të gjitha gjërat që i takojnë jetës dhe perëndishmërisë, që nëpërmjet tyre të bëheni pjesëtar të natyrës hyjnore, duke i shpëtuar prishjes që është në botë për shkak të lakmisë. Tani këto janë disa deklarata me shumë fjalë, më lejoni t'ju shtjelloj. Natyra e Perëndisë, që është në ne, që po rritet në ne, në kontrast me natyrën tonë të vjetër. Përmes këtyre premtimeve kjo natyrë e re po ushqehet përmes premtimeve të Perëndisë. Ne lidhim fjalën e Perëndisë me natyrën e Perëndisë që është në ne dhe Bibla na thotë se kur e bëjmë këtë, së pari ne bëhemi më të perëndishëm dhe së dyti, ai na premton se nëse e bëjmë këtë, do t'i shpëtojmë prishjes që është në botë për shkak të lakmisë. Por le të qëndrojmë pak këtu dhe të pyesim veten, çfarë kuptimi ka kjo? Dhe më duhet të tregojmë më kujdesshëm këtu, sepse nëse nuk tregojmë më kujdesshëm do të futem në telashe. Zonja dhe zotrinj, bota në cilën jetojmë nuk është një botë e aftë për të komunikuar gjëra pozitive në jetën tonë. Nuk është e tillë. Mund të kemi një familje pozitive, mund të kemi një grup shoqëror pozitiv, por bota siç e njohim ne, sidomos këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nuk është më një botë që vlerëson virtytin dhe që vlerëson mirësinë. Bibla na thotë se do të vijë një kohë kur ne do ta quajmë të keqen të mirë dhe të mirën të keqe, dhe kjo kohë ka ardhur. Dhe ju mjafton vetëm që të vëzhgonet dhe kjo është e dukshme. Pra ja ku jemi ne besimtarët, ne jemi të lidhur me burimin e fuqisë, ne janë dhënë këto premtime hyjnore, por si vallë duhet ta jetojmë jetën në këtë botë ku jetojmë. Bibla na thotë se unë dhe ju si besimtar jemi thirrur që të jetojmë një jetë me drejtësi në mes të kësaj kulture. Ne nuk mund të asimilohemi nga kjo kulturë, ne duhet të jemi ndryshe. Si mund ta bëjmë këtë? Duhet ta bëjmë përmes fuqisë së Perëndisë. Por si mund ta marrim fuqinë e Perëndisë? Përmes premtimeve të tij të mëdha dhe të çmuara që janë shkarkuar në zemrat tona. Mund thoni mirë, pastor, këtë e kuptoj dhe është një mësim i mirë, por si mund t'i shkarkoj gjithë këto gjëra? Prandaj kam nxjerr një përfundim me 5 pika, po më duket vetë si një folës motivues, por shpresoj që kjo vërtet ju motivoj. Ja se cila është strategjia ime me 5 hapa për të analizuar dhe shkarkuar këtë. Le të fillojmë. Numri 1, analizoni. Numri 2, personalizoni. Numri 3, mësoni përmendesh. Numri 4, shprehni me fjalë dhe numri 5, organizoni. Jeni gati? Hapi i parë, analizoni. Nëse po ndiheni pak të fuqishëm në disa fusha të jetës si krishter, bëni një inventar. Ku e shihni që ju mungon më shumë fuqia? Qëllimi i fjalës Perëndisë është që të na ndihmojë me gjërat personale, prandaj gjëja e parë që duhet bëni është analiza. Numri 2, pasi të keni bërë analizën, personalizoni. Çfarë do thotë kjo? Tani që e keni bërë listën, filloni të gjeni premtimet e fjalës së Perëndisë që flasin për sfidat tuaja. Si mund ta marr fuqinë e Perëndisë dhe ta integroj atë në gjërat me të cilat po përballem? Këtë ne e bëjmë përmes shkrimit. Lidheni jetën tuaj me burimin e fuqisë. Pra bëni një analizë. Ja nevoja ime, pastaj personalizoni atë çdo shkrimi. Tani e di që kjo s'do t'ju pëlqejë. Mësoni përmendesh. A e dini që mësimi i vargjeve përmendesh ka një vlerë të jashtëzakonshme? Më lejoni t'ju them diçka, nuk e di sa vjeç duhet jesh që të mos mësosh dot më përmendesh, por them se është pas moshës 77 vjeç, ju ja them me siguri këtë. Sepse ende po e bëj këtë. Psalmisti thot kështu: e kam ruajtur fjalën tënde në zemrën time, që të mos më katoj kundër teje. Kur ju e mësoni Biblën përmendesh, e bëni atë të mbartshme.
Kur ju e mësoni Biblën përmendësh, e keni atë me vete kudo që të shkoni. Sa prej jush e din që kur përballeni me një pikë të vështirë, nuk mund thoni, mund të presësh një minutë sa të konsultohem pak. E di që në Bibël është një varg për këtë. Jo, nuk funksionon kështu apo jo. Shumica e problemeve që asim në jetë janë të menjëhershme, të çastit. Nuk kemi shumë kohë për gjetur vargun. Prandaj në kujtesën tuaj duhet magazinoni disa gjëra. Merrni vetëm një varg të thjeshtë, një varg që flet për diçka me të cilën ju po përballeni. Mësoni atë varg përmendesh. Ruajeni në kujtesë. Dhe kur e ruani atë varg në listën që keni në kujtesë, mund ta kujtoni atë premtim në çdo kohë pavarësisht se ku ndodheni. Tani arrimte numri 4, nuk kam dëgjuar njëri të flas për këtë. Analizoni, personalizoni, mësoni përmendesh dhe e katërta, shprehni me fjalë. Nëse doni që këto premtime të ngjiten fort pas qenies tuaj shpirtërore, gjeni mënyra për t'i ndarë ato me të tjerët, shprehini me zë të lartë. Po ju them diçka që e kam shkruar në ditarin tim. Ti shprehim Perëndis problemet që kemi është një gjë, por ndonjëherë duhet t'u tregojmë problemeve tona për Perëndin. Dhe kur e bëjmë këtë me fjalën e Perëndis, ne e neutralizojmë problemin. Pra analizoni, zbuloni se me çfarë po përballeni, personalizoni, gjeni vargun e duhur, mësoni përmendesh, kushtojeni një vend në kujtesë, numri 4, shprehni me fjalë, tregojuni anit gjithëve, sepse sapo filloni që t'ia tregoni dikujt, do ta keni më të lehtë ta mbani mend. Pastaj organizoni. Kur ta bëni këtë do t'ju krijojnë lista të shkurtra, organizojeni këto liste dhe ja si mund ta bëni. Merrni një fletore me fletë të heqshme që mund t'i hiqni fletët. Dhe në krye të faqes shkruani problemin me cilin po përballeni në atë moment. Kur të shihni ndonjë varg nga studimi që bëni, nxjerreni atë varg dhe shënojeni në atë fletë. Pak e nga pak nuk do të ketë më vetëm vargje, por do të keni faqe të tëra. Pastaj këto faqe mund t'i rendisni sipas një rendi alfabetik dhe kështu do të keni ndërtuar bankën tuaj të vogël të kujtesës për t'ju ndihmuar që të shkarkoni fuqinë e Perëndis në jetën tuaj. Dhe dua që t'ju tregoj diçka, unë jam përpjekur që ta shpreh këtë në mënyrën më të thjeshtë që di ja se si funksionon. Ja se çfarë ndodh. Nuk ka ndonjë mister për këtë. Nuk është se do të ngriheni një ditë edhe do të jeni më të perëndishëm se një ditë më parë. Ky është një proces që Perëndia na e ka dhënë në fjalën e tij dhe ju rekomandoj ta bëni. Nëse ju i mbani mend këto 5 gjëra dhe premtimet e rëndësishme të fjalës së Perëndis, keni për të parë që në jetën tuaj do të ndodhin gjëra të pabesueshme. Kur ishte 2 vjeç, Keide Kobeki u diagnostikua me një sëmundje në veshka. Kur arriti në klasën e 6, gjendja e tij ishte përkeqësuar plotësisht. Keideni kishte bërë një transplant veshke kur ishte 5 vjeç. Atë veshkë ia dhuroi babai i tij, por për shkak të komplikacioneve ju deshti ia hiqnin sërish disa ditë më pas. Dhe që nga ajo kohë ai kishte jetuar me dializë, me një kateter dialize me plazma forest vendosur në krahërorin e tij të vogël. Kohë të fundit doktorët u thanë prindërve se në gjendjen që ai ishte nuk mund të merrte dot një veshk nga një dhurues që kishte ndruar jetë. Atij i duhej një dhurues i gjallë. Ishte në gjendje të dëshpëruar përmes një faqe në Facebook të quajtur Kërkojmë veshk për Keidenin, po kërkonin një dhurues. Por nuk po e gjenin dot. Ndërkohë mësuesi i teknologjisë i klasës së 6 të Keidenit, William Wilkinson, u prek shumë thellë nga nxënësi i tij i smur. Dhe ai vendosi të zbulonte nëse veshka e tij ishte e përshtatshme. Dhe nëse do të ishte kështu, ishte i vendosur që t'i jepte Keidenit një nga veshkat e tij. Kështu ndodhi dhe ai u bë dhuruesi i veshkës së Keidenit. Keideni dhe familja e tij mësuan se kush ishte dhuruesi vetëm pasi William i shkoi t'i vizitonte. Prindërit e Keidenit nuk gjenin dot fjalë për të shprehur mirënjohjen për njeriu që i kishte dhënë djalit të tyre një mundësi të dytë në jetë. Wilkinsoni u shpërngul në zonën e Atlantës, gati në të njëjtën kohë me ne, shkruan nëna e Keidenit. Që të dyja familjet zgjodhen të njëjtën shkollë për fëmijët tanë, djemt tanë janë në të njëjtën klasë. Kemi qenë kaq të bekuar që ata ishin miq tanë. E gjitha kjo nuk mund të jetë rastësi. Perëndia ka një dorë këtu. Ai na vendosi ku ishte e nevojshme, e solli në jetën tonë njerëzit që na nevojiteshin. Will ti je një njeri kaq altruist, heroi ynë i vërtet. Ne të duam shumë, e vlerësojmë shumë dhe nuk mund të të falenderojmë aq sa duhet, shkruan ajo. Tani le të qëndrojmë për një çast dhe ta vëmë veten në vendin e Keidenit. E kemi të vështirë që të përfiturojmë dikë që të na doj aq shumë, sa të bëjë diçka si ajo që bëri William Wilkinsoni. Por nuk duhet të jetë e vështirë, sepse dikush tashmë e ka bërë këtë për ne. Tashmë dikush ju ka dhënë çdo gjë që ju nevojitet që të keni një mundësi të dytë për jetën që Perëndia ka planifikuar të shijoni. Ai këtë e bëri nga dashuria, dhe kjo i kushtoi shumë vetë atij. Ai e bëri këtë posaçërisht për ju. Prandaj pyetja është kjo, si do ta kaloni pjesën tjetër të jetës që ju është dhënë me një sakrificë të madhe? Sipas 2 Pjetrit, ju keni çdo gjë që ju nevojitet për të jetuar në atë mënyrë që ta keni jetën tuaj më të mirë dhe që të nderoni dhuruesin
që ju ka dhënë një mundësi të dytë. Çfarë fuqie, çfarë premtimi. Lutja ime është që ndërsa udhëtojmë nëpër këto mësime nga kjo pjesë e shkrimit, të kuptojmë në pjesën më të thellë të jetës tonë atë që Perëndia ka bërë për ne, ai jo vetëm që na dha jetën e përjetshme, që ne të mund të kalojmë përjetësinë me të në qiell, por ai na ka dhënë çdo gjë që na nevojitet për të jetuar këtu në tokë një jetë që do t'i sjellë lavdi emrit të Tij. Amen. Faleminderit që ishit me mua sot në moment vendimtar. Sa më shumë që studiojmë shkrimin, aq më shumë arrijmë ta kuptojmë që Perëndia ynë i dashur dëshiron të ketë një marrëdhënie personale me gjithsecilin prej nesh. Nëse ju do të doni të filloni një marrëdhënie me të dhe të siguroheni që do të kaloni përjetësinë me të, duhet të pendoheni për mëkatin tuaj dhe t'i kërkoni Jezus Krishtit që të bëhet Zoti dhe shpëtimtari juaj. Nëse sot e keni marrë këtë hap besimi, ju inkurajoj që ta ndani vendimin tuaj me të krishterë të tjerë në një shërbes të besueshme apo të një kishe zonës, dhe që të vazhdoni të rriteni në besimin tuaj. Perëndia ju bekoft. Pres me padurim që të shihemi herën tjetër këtu në Moment Vendimtar. Ndoqët programin Moment Vendimtar me Dr. David Jeremiah. Rikthehemi sërish tek ju javën e ardhshme me një tjetër mesazh për fuqinë e jashtëzakonshme të fjalës së Perëndisë, që ndryshon jetën tona përgjithmonë. Deri atëherë, miru dëgjofshim.